Po deri kur o hoq kemi me duru padresi që i bëhen muslimanit në trevat shqiptare. Shikoni vëllezër, ka herë na ndodh neve që na mërzitemi edhe mbushemi me mlef edhe nervoz për shkak të disa padresive që na bëhen. Dhe këtu kemi të drejtë. Mirë po, ne nuk duhet me shikue momentin edhe si pas momentit të veprojmë. Duhet shikue gjendjen e muslimanëve tek populli shqiptar në historinë moderne pak më gjatë, që nga rënja e khilafetit ose kalifatit deri më sot. Me rënjën e kalifatit, muslimanët shqiptar kanë qenë të fortë fetarisht. Pastaj e sjellin komunizmin dhe adoptojnë fenë tek shqiptarët, do thotë në disa vende totalisht, në disa vende domethënë shumë. Në Shqipëri e adoptojnë krejtësisht, në Kosovë shumë, Maqedoni pak më pak, po të gjitha vendet dëmtohet shumë feja. Dhe duke pas parasysh se kemi jetuar 50 vjet komunizëm, ku është luftuar me dhunë feja, dhe tani pas 50 viteve komunizëm, për 20 vite kemi një këndjellje dhe një kthim të hatashëm dhe të madh të vetit, nuk duhesh më mërziti, duhesh më gëzu. Çka ndodh tani? Me këtë zgjim të madh të muslimanëve në lidhje me fenë islame, në një ambient ku dominohet për politikanëve ateist, apo islamofob, apo musliman të kompleksuar me kompleks të inferioritetit nga shkaku i fesë islame, duhet të kesh, do të para sysh se duhet të ballafaqosh me kësi pengesa dhe me kësi vështirësi. Kjo çka duhet me na shtime bo? Duhet me na shtina të bëjmë më shumë davet, komunikojmë më shumë me njerëz, të krijojmë opinion pozitiv për kërkesat e muslimanëve, të shtojmë adhurimin tonë karshi Allahut, të miremi me aktivitete, iniciativa, fushata pozitive, hoxhallar të mobilizojnë davet dhe xhamati dhe nuk shkon gjatë. Dhe të shkollohemi gjithashtu, të shkollohemi të gjithë me shkollime, do të fakultete, magjistrature, doktorature, të marrin domethënë vendet të para në aspektin e shkencave dhe zbulimeve shkencore. Dhe në këtë formë do të neve nuk shkon një kohë shumë e gjatë derisa të ndrohet ajo garnitur politike, politikbërëse dhe vendimarrëse me një garnitur tjetër e cila mas paku nuk do të kenë domethënë kompleks inferioriteti, edhe do të i nënshtrohen realiteti të ri që do të krijohet, ku do shtohet numri i besimtarëve musliman dhe do shtohet insistimi i tyre për të fituar të drejtat e tyre dhe lufta, do thotë në suaza të ligjeve dhe rendeve të mundshme për të fituar të drejtat e veta, dhe kështu që ka më ndryshuar. Ky nervoz, ky edhnim që është ti shndroje në aktivitet për ta udhëzuar vllahun tan, për ta udhëzuar motrën tonë, për ta udhëzuar nanën dhe babën tan, për të udhëzuar shokun tan. Andaj mos fillojmë na veç të kukasim, të vajtojmë, edhe të rrim indiferent, edhe të rrim duar kryq. Jo, ky presion që i bëhet është e vërtetë se muslimanët kanë probleme me shamia nëpër shkolla, kanë problem për xhamia nëpër qendrat kryesore të qyteteve të mëdha të shqiptarëve, kanë problem domethënë imponohen figura të fesë tjetër që janë pakis, u jepën të drejta atyve, marginalizohen muslimanë, diskriminohen muslimanë. Është e vërtetë këtë kjo. Mirë po ti këtë presion që ta bëjnë, e para dije se kjo ndodh se ti duke faktorizuar. Dhe ata mundohen me zvoglu ose me dobësu që në start. Andaj ti mos u ndal, vazhdo me aktivitetin fetar dhe udhëzimin në fe dhe shimin e ibadeteve. E dyta, organizohu që të kërkosh të drejtat tuaja në mënyrën më të mirë të mundshme, ngritë zërin, shkruaj një shkrim, po jo me sharje dhe ofendime. Siç ndodh shpesh na jemi dëshmitar, për shembull ka ndonjë lajm që është i një anshëm, është tendencioz, është ofendues për musliman, në komente shohim edhe muslimani ofendon atë. Jo, na nuk ofendojmë ata që na ofendojnë, na nuk i shajmë ata që na shajnë, na nuk bëhemi si ata në komunikim. Na do të shkruajmë shkrimet urtat, mençura, të kapshme, bindëse, me argumente logjike që ka plot. Dhe do të dikush me shkrim, dikush me fushata, dikush me internet, dikush me ligjërata, dikush me aktivitet shoqëror, të gjithë na të japim mundin ton dhe të nxjerrim shesh figurat e tona. Gjithashtu, vazhdimisht duhet na të gjithë të mobilizohemi për të nxjerrë shesh figurat e tona që kontribuojnë. Për shembull, një hoxh, nëse është punëtor i palavshëm, është mendjepret, është njëri që domodin punon shumë, duhet ta spikasim atë në mesin ton. Pa marr parasysh nëse kemi ndonjë vërejtje të vogël ndaj tij, se njëri pa vërejtje nuk ka. Ashtu sikur se ata e rrisin njëri tjetrin dhe e mbajnë, ashtu edhe na duhet të rrisin figurat tona, qofshin ato fetare apo intelektuale muslimane, që t'u japin vendin e duhur dhe meritor në shoqëri, që ata të krijojnë opinionin e njerëzve dhe normalisht dal nga dal do të kalohen këto situata. Pra, nuk ka çka të mërzitemi, duhet të punojmë,
të angazhohemi dhe të jeni të bindur se kjo gjendje ka ndryshuar dhe ka bërë edhe shumë më mirë për muslimanët kur na të lidhemi me Allahun, të adhurojmë Allahun, të shtojmë adhurimet tona dhe të shtojmë davetin, dhe të shtojmë aktivitetin për ta ngjallë këtë fen në mendjen dhe zemrat e popullit.